U kthejmë në studio për të diskutuar në lidhje me tarifat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Kosovën pra për 10% të tarifave në lidhje me çështjet ekonomike pra të vendit kemi për të diskutuar. Me ekspertin e ekonomisë, zotri Besar Dresha. Besar, faleminderit shumë që gjeti kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit, është nësi gjithashtu. Besoj që keni parë lajmet në lidhje me tarifat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Kosovën. Si shihni ju, pse kemi ardhur deri te këto tarifa? Po, edhe ne si lidhje biznesi Olikës Kosovës jemi të informuar dhe kemi parë këto vendime të Trumpit në të cilën i ka bërë jo vetëm për Kosovën, por pothuajse për krejt Ballkanin, Evropën dhe me tërë. Këto për Kosovën janë tarifa të cilat besoj që po të kishte vepruar qeveria me hershëm, me mirë dhe me të kishte larguar këto tarifa ndaj Amerikës, ne sot nuk do të bisedojmë fare për tarifat nga ana e Amerikës, sepse do të japim një mesazh pozitiv Amerikës se ne si popull dhe ne si vend si Kosovë, juve kemi aleatin kryesor dhe aleatin kyç, edhe në politikë, por edhe në strategjitë ekonomike, biznesore dhe në fushat e tjera. Kështu që në qoftë se analizojmë në parim, ne jemi në kategorinë e tretë që mund të themi me tarifat më të vogla me 10% me krahasu sidomos me shtetet e regionit me shtetet fqinje, të cilet i tejkalojnë edhe mbi 30% të tarifave doganore sa i përket shkëmbimit tregtar mes vendeve të tyre dhe Amerikës. Mirë po, ne si lidhje bizneseve kemi reaguar qeverisë dhe kemi kërkuar nga institucionet përkatëse që këto tarifa duhet të largohen sa i përket Kosovës ndaj Amerikës dhe njëkohësisht duhet të fillojë negocimet të menjëhershëm sepse ne nuk kemi kohë të humbur dhe nuk bën që ekonomia e Kosovës, edhe pse është e dëmtuar dhe është e vogël, ne nuk guxojmë që të dëmtohemi më shumë dhe të përqojmë mesazhe të tilla se edhe Kosova është pjesë e atyre tarifave të cilat Trumpi ka nxjerrur. Zoti Dresha, e keni diskutuar me bizneset të cilat operojnë në Amerikë, çfarë dëme mund të sjellin këto tarifa? Po, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me bizneset edhe për këtë problem të cilën është ngritur tani kemi takuar dhe kemi vizituar ato bizneset të cilat përballen me këtë prekje të tarifave. Ato janë të shqetësuar sepse mund të rrezikojnë humbjen e tregjeve të tregut të Amerikës pas një periudhe kohore të cilat me mundë dhe sakrificë kanë arritur që të sigurojnë ato tregje, për shkak se tani çmimet do të ndikojnë në tregun e Amerikës dhe përderisa ti nuk mund të jesh konkurrent me produktet në tregun e Amerikës, atëherë rrezikohesh se prodhimet madje në Kosovë në tregun e Amerikës rrezikohen për të lancuar me tutje e nuk diskutohen pastaj për rritje dhe shkëmbim tregtar. Pra, themi kështu më qartë, nëse ata vazhdojnë të operojnë në Amerikë, pra duhet të ulin çmimin ose të arrisin çmimin që të mënyrë që të përballojnë rezistencën ekonomike e cila përballet këto biznese. Pra, nëse kanë rritje të çmimeve, praktikisht mundën me pas edhe humbje të shitjeve atje. Pra, qysh funksionon kjo çështje? Kjo në kupton se automatikisht rritja e çmimeve do të kalon 10% pas këtyre të vendimeve të cilat janë nxjerrur kohë të fundit dhe produktet e Kosovës të cilat janë shitur në rubrikën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë kemi të bëjmë që do të ketë rritje mbi 10% të çmimeve në tregjet e Amerikës dhe kjo do ta bënë që produktet e Kosovës do të rrezikohen që t'i humbin edhe ato tregjet të cilat me mund të sakrificë. Atëherë ne si institucione dhe si lidhje bizneseve kemi kërkuar nga qeveria, nga presidenta, nga ministri dhe njëkohësisht kërkojmë së shpejti edhe me formimin e qeverisë së re që duhet shumë shpejt që të fillojnë negociatat dhe Kosova duhet të heqë çdo tarifë doganore sa i përket me Amerikën. Ne dimë që Amerika është një vend tepër i fuqishëm dhe njëkohësisht ka edhe fuqi potenciale për tregjet dhe konsum për produktet e Kosovës. Ne si vend i vogël kemi nevojë për shtetin me aleatin tonë Amerikën, sepse vetëm duke bërë lidhjet jo vetëm politike, por edhe ekonomike, ne do të përfitojmë jashtëzakonisht shumë nga Amerika, e sidomos në qoftë se ne nuk vonohemi dhe brenda javës si largojmë ato tarifa, atëherë ne mund ta shfrytëzojmë jashtëzakonisht mirë tregjet e Amerikës, kur dihet që krejt Evropa është pjesë e këtyre tarifave doganore dhe Kosova ka zero atëherë tarifa dhe kjo do të dikon për të simuluar
edhe prodhuesit, por edhe tregun e Amerikës për të konsumuar dhe për të kërkuar tregun e Kosovës, duke ditur se atëherë tarifat tonë janë 0-0 mes dy shteteve. Zoti Dresha, mirë, po a ka pasur sa duhet lobim nga qeveria vend në lidhje me këto çështje? Po për fat keq, po vret që qeveria nuk ka pasur veprimet e duhura, mund të themi që ndoshta kanë pasur takimet të cilat nuk kanë vazhduar matutje, ose mund të themi që kanë qenë konferenca mediale dhe kanë mbetur vetëm konferenca mediale, por nuk i kanë shtyr me tutje, dhe kjo është mesazhi në të cilën sot gjendemi. Andaj unë dhe lidhja e biznesit të Republikës Kosovës i kemi dërguar edhe ftesë publike, por edhe në mënyrë elektronike që duhet brenda javës që këto veprime të eliminohen dhe tarifat doganore të jenë 0-0 mes Kosovës dhe Amerikës, jo vetëm mes Kosovës dhe Amerikës, por duhet të analizojmë edhe disa shtete të cilat i kemi miqe dhe aleate të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës, e sidomos në prodhimin e Republikës Kosovës. Ne nëse morim krahasimin mes vitit 2024 dhe 2025 për 2 muajt e parë të këtij vitit me krahasim me vitin 2024, është një mesazh jashtëzakonisht i keq, sepse prodhimin e Kosovës duke ulur dhe importet në Kosovë janë duke rritur. Një çështje që po përballemi tash së fundit është edhe çështja e shtrejtimit të energjisë elektrike, parapritet që të ketë një shtrejtim të energjisë elektrike. I nderuar, ju keni biseduar me bizneset kosovare, pra si e shihni juve, sa do të ndikojë në të keq kjo rritje e çmimit? Sa i përket politikave të ZRE-s në rritje të çmimeve, këtu i kishin ndonë 2 veprime të cilat ZRE-ja ka paralajmëruar. Me rritjen e çmimit të 15% do të ketë një tronditje, mund të themi, në ekonominë, por edhe në mirëqenien e qytetarëve në shportën e konsumit të qytetarëve, sepse këta nuk po e kalkulojnë mirë dhe ndoshta i konvenon që ta përdorin një kalkulim të veçantë dhe jo ai i cili do të zbërthehet pastaj dhe do ta shohim se cili qytetar në mirëqenien e tyre se rritja do t'i tekalon ato 15% për shkak se do të ketë rritje pastaj të çmimeve të prodhimit, të kostot të prodhimit dhe njëkohësisht ajo do të zbërthehet edhe në rritje të produkteve dhe në çmimeve dhe qytetarët do ta kupton mesazhin e rritjes të energjisë elektrike kur ta merr shportën e konsumit. Jo vetëm në fakturat e energjisë, por do ta kupton edhe në shportën e konsumit dhe kjo i bën që rritja do të jetë dyfish për konsumatorët dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, e për fat keq në periudhën kohore në të cilën mirëqenia e qytetarëve është bukur e lënduar dhe mund të themi e rëndë për të jetuar dhe për të bërë një jetë më të mirë në Republikën e Kosovës. Sa i përket politikave tjera të ZRE-s, e cila ka kërkuar që duhet të bëhet një liberalizim i tregut brenda periudhës kohore 2 muajsh, dhe këtë kemi kundërshtuar për shkak se bizneset tona nuk janë të përgatitur dhe nuk kanë qenë me kohë të njoftuar dhe kemi kërkuar që duhet spaku 2 vite të jepet hapësirë dhe mundësi bizneseve që të tregojnë dhe të kërkojnë dhe të sigurojnë tregën e lirë të energjisë elektrike. Ata po thirrën në një politikë se është shumë e vërtetë që Kushtetuta e Republikës Kosovës në 10 thotë që në Republikën e Kosovës duhet të kemë liberalizim të tregut pa marrë parasysh në çdo fushë. Kosova ka ekonomi të tregut të lirë, mirë po nëse llogaritet për atë aspekt që zbatohet në 10, atëherë qeveria e Republikës Kosovës është dashur ta bën liberalizimin e tregut edhe për energji, edhe për aeroport, edhe për disa veprime tjera të cilat ka krijuar monopol. Lidhja e bizneseve mbështet protestën e organizuar me 5 prill. Ne do të marrim pjesë me biznese në atë protestë. Kemi pas takime dhe me iniciatorë të kësaj proteste dhe ne i ftojmë të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, i ftojmë të gjitha subjektet politike, pa më parasysh a janë pushtet, a janë opozitë, i ftojmë të gjithë spektrin edhe të ekonomisë, por edhe qytetarët dhe shoqërinë civile, që të jemi zëri i bashkuar dhe të ngritim, sepse kjo është në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, e mbi gjitha në të mirë të zhvillimit ekonomik dhe në të mirë për të japur mesazh edhe investorëve që Kosova është ambienti më i mirë për të ardhur dhe për të investuar në Republikën e Kosovës. Mirë, po kemi pa që kjo qeveri fatkeqësisht ka përmendur edhe çështjet e luftës gjatë mandatit të tij. Pra sa ka ndiku kjo që të mos ketë ardhje të reja të bizneseve në Kosovë,
Pra, kur vazhdimisht po përmendet çështja e luftës, qysh mundet me arë një biznes dhe të investoj, duke menduar se nuk është çështja stabile. Po, për fat keq, nga njëherë zyrtarët e qeverisë kanë ra dhe me vedije, apo pa vedije, kanë ra nga njëherë edhe kurthat e shtetit armik, siç e kemi Serbinë, dhe vazhdimisht e kanë diskutuar në për mediat edhe lokale, por edhe në mediat ndërkombëtare që Kosova është një vend i pasigurt dhe mund të rrezikohem që të kemi luftë së shpejti. Ne kemi zhvilluar takimet me investorët e huaj në shtetet të ndryshme, qoftë me Gjermaninë, qoftë me Suedinë, por kohët fundit kemi zhvilluar takimet edhe me Turqinë dhe pyetja e parë e tyre që ishte a thu Kosova a ka mundësi për me ta siguru neve pasurinë dhe investimet të cilën e bëjmë në Republikën e Kosovës, por derisa ju e gjeni në situatë jo të mirë dhe pritet çdo moment kenë tensione dhe trazira. Ne kemi kërkuar nga qeveria që të jetë vazhdimisht kujdesshëm sa i përket këtyre deklarimeve. Kemi kërkuar që për çdo gjë të cilat sa i përket sigurisë të mbeten në kornizat e kufizuar të mbrëmshme dhe nuk ka nevojë të dalin publik sepse atëherë po sjellen pasoja në aspektin ekonomik dhe kemi humbje të tregjeve dhe shtrëngullim të tregjeve mes Kosovës dhe Evropës dhe me gjerë, sepse mund të flasim me një deklaratë mediale, por pastaj pasojat në ekonomi janë jo vetëm ditore, po janë, mund të themi, mujore dhe vjetore, dhe kjo ka një mesazh qartë se 2 vitet e fundit nuk kemi pasur investorë të cilët të mund të potencojmë që kanë qenë të rëndësishëm që kanë investuar në Kosovë. E për fat keq Serbia ka shfrytzuar jashtëzakonisht mirë këtë periudhë kohore në të cilën ne nuk ditim të shfrytëzojmë dhe Serbia ka marrë jashtëzakonisht shumë investitorë të ndryshëm, për fat keq edhe prej shteteve aleate tona sikur që është Amerika, Gjermania dhe shtetet tjera. Kështu që diskursi politik i qeverisë së Republikës Kosovës, por edhe qeverisë arshëm kushdo qoftë që vjen, duhet që të jenë të kujdesshëm dhe duhet ta kuptojnë që ekonomia dhe mirëqenia e qytetarëve nuk bëhet dhe nuk zhritet, as nuk zhvillohet, as nuk përmirësohet vetëm me një deklaratë, por duhet të bëjmë politika të cilat të ndikojnë. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë vazhdimisht që duhet të bëhen reformat sa i përket legjislacionit në fushën e ekonomisë, njëkohësisht duhet të bëhen edhe politikat e pakave fiskale që duhet të ndryshojnë, sepse vetëm me politikat e pakave fiskale të cilat do ta lehtësojnë edhe prodhimin dhe zhvillimin ekonomik të bëjë biznes në Republikën e Kosovës, do të jetë Kosova një udhkryq pozitiv për çdo investor dhe për ta lidhur tregun me pjesën e Ballkanit dhe të Evropës, sepse Kosova mund të zhvillohet jashtëzakonisht mirë, ka potencial, ka energji dhe ka rini dhe ka fuqi punëtore, të cilën ne kemi nevojë vetëm të stimulojmë dhe kemi nevojë në fund të fundit neve mos na pengon politika. Në qoftë se nuk do më na mbështet dhe më na ndihmu Bilis Paku me politikat e gabueshme, mos na dëmton sepse kemi potencial për të rritur dhe për të zhvilluar vendin tonë. Inderum një çështje që është mjaft e rëndësishme për bizneset është përkraja nga qeveria e vendit. Pra, si e keni pa ju në këto 4 vite mandat të Kurtit, sa janë përkra bizneset kosovare? Po, nëse themi që nuk kemi përkra fare, atëherë nuk jemi të sinqertë dhe luajmë një pozicion jo të mirë dhe jo korrekt. Mund të themi që ka pasur disa politika të cilat janë munduar ta mbështesin ekonominë dhe biznesin në Republikën e Kosovës. Ka pasur çaste të cilat kanë menduar që me superpunë do të ndihmojnë në aspektin e punësimit në momentin e liberalizimit për largimin e fuqisë punëtore, por ato në fund nuk kanë hapur rezultat dhe nuk kanë ndikuar në përmirësimin dhe në gjendjen në të cilën kanë gjendë Kosova dhe veprimet të cilat është dashur. Ne kemi rekomanduar disa pika të cilat të qeverisë kemi dërguar se këto janë politikat të cilat duhet të miratohen dhe duhet të mbështeten veprimet dhe bizneset dhe afaristet në Republikën e Kosovës. Nuk kemi nevojë të shpikojmë diçka, po kemi nevojë vetëm të shikojmë shtetet të cilat i kanë ndjekur ato hapa dhe kanë pasur rezultate jashtëzakonisht mira, e sidomos në periudhat kohore kur Kosova gjendet në situatë që ende nuk kemi një fuqi as politike dhe as fuqi ekonomike. Mendoj se qeveria duhet ta bënë një draft dhe një strategji e cila
do të parashen se ku do t'jetë Kosova në 2030, ku do t'jetë Kosova deri në 2050. Dhe ato politika duhet pastaj të vazhdohen edhe mos të ndërpriten, sepse ne po kemi politika ditore dhe veprimet e cilat mund të themi janë vetëm veprime sa për konsum të brendshëm politik elektoral, por nuk po kemi veprimet e cilat po sjellin bazë e zhvillimit ekonomik dhe japin frute. Në qoftë se jemi dëshmitar në vitin 2015-2017, kemi pasur ndryshimet e politikave fiskale dhe kemi pasur edhe ligjin për për investime strategjike. Në qoftë se shokojmë pastaj në veprimet e cilat kanë sjellur benefite këto ndryshime, mund të themi që kanë qenë jashtëzakonisht pozitive dhe kemi pasur një zgjerim dhe rritje jo vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë Kosovës me produkte dhe me tregjet e Evropës. Andaj çdo veprim pozitiv dhe çdo ndryshim të pakun fiskale do të jetë pozitive. Unë në çdo takim, në çdo konferencë dhe në çdo tryezë them që ekonomia mos pret që ka jap rezultate brenda javës ose brenda muajit me veprimet të cilat i bëni ju. Por këto do të jepen rezultate brenda mandatit juaj dhe edhe kur nëse nuk jeni ju, do të vlerësoni për punën e mirë të cilën e bën secila qeveri. Andaj ne lutem që qeveria në ardhje duhet ta kupton rëndësinë dhe prioritet të jap zhvillimit ekonomik, sepse kur kemi një zhvillim të fuqishëm dhe prodhim të fuqishëm në Republikën e Kosovës, ne kemi edhe arsimin e fuqishëm, e kemi edhe shëndetësinë e fuqishëm, por e kemi edhe mirëqenien e qytetarëve tepër të mirë pastaj, sepse pa zhvillim, pa prodhim nuk mund të flasim për një mirëqenie dhe për fusha tjera më të mira. Zoti Dresha, ju falenderoj shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes dhe të na japësh të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me gjendjen e ekonomisë në Kosovë, po ashtu dhe bizneseve që operojnë jashtë vendit. Ishte kënaqësi, ju përgëzoj dhe ju falenderoj në emër të lidhjes bizneseve si Medium DTV Media, të cilën po e prezantoni jashtëzakonisht mirë bizneset, problemet, shqetësimet dhe po jeni gjithmonë në media duke prezantuar atë që shqiptari, atë që Kosova ka nevojë që të prezantohet dhe të dalë në pa e vërteta dhe mbi gjitha në fushën e zhvillimit ekonomik. Unë ju falenderoj dhe jeni Medium i cili jashtëzakonisht po jep një kontribut në promovimin dhe zhvillimin e vendit tonë. Zoti Dresha, unë shpresoj që herën tjetër do ta kemi një bisedë pak më të gjatë në studio. Falenderoj shumë edhe një herë që ishe pjesë e Infodes.